Historia ime vjen si ndoshta si historia e çdo femre që kur kalon ato pjesën e moshës së të 40-tave, ti fillon dhe shikon që cepat e buzëve apo goja ka filluar të bjerë pak, mollzat nuk janë më të tonifikuara siç kanë qenë. Personalisht pjesën e plakjes të vetja ime e kam vëre kur më ka rënë qepalla e syrit dhe unë kam qenë gjithmonë evidentuar për sy të mdhenj, ka qenë tipari im dallus, dhe ndërkohë shikoja se kisha ca sy të vegjël, pse? Sepse kishte rënë komplet pjesa e rëndesës. Por e rëndesës, po dhe kapaku i syve. Dhe të them të drejtën atëre, unë nuk dija, do me thënë, u gjënda në një moment që nuk dija çfarë të bëja. Dhe është interesant, sepse në shoqëritë tonë, jo vetëm Shqipëri, po kudo, gjë e parë që të serviret është janë gjithmonë gjilpëra dhe fillers, pra duhet bëja botox dhe fillers. Kështu që edhe unë nuk shpëtova nga kjo ada, pra jam personi që i kam provuar të dyja, dhe vajta mbaj mend kam bërë botoxin për pjesën e ballit edhe të pjesën për rrudhat e syve. Dhe të them drejtën atë ditë kur kam dalë nga qendër estetike, thash si hyra dhe kur dola ndjeja një kënaqësi aq shumë të madhe brenda vetes, sa s'ta tregoj dot. Dhe thash, jam unë sërish, it's me again. Ndërkohë, kjo ishte diçka mërësisht afatshkurtër. Mua për 3 muaj ishte, unë e quaj efektin e hirushës, mua rrudhat mes vepullave më bën sërish, rrudhat anar syve më bën sërish, kështu që e pash që kjo nuk ishte një gjë e qëndrueshme, sigurisht e bëra edhe për herën e dytë. Pika që derdhi ujin tek unë, them drejtën, ishte kur doja të bëja pak pjesën e buzëve, pak buzën sipër, dhe mbasi e kam bërë, efekti ishte, do me thënë aty, unë thash never more, sepse nuk isha më unë. Industria shumë e madhe e kozmetikës, që është miliarda dollar, që flet gjithkohon që fillersa dhe botoxi janë okej, nuk të bën keq, ato shkrihen edhe nuk ka absolutisht asnjë gjë, po kam përshtypjen që kjo nuk është aq shumë e vërtetë. Po ndërkohë, nëse i vi bisedës, por ndërkohë duke qenë se janë aplikime që kanë vetëm tashmë disa dekada që bëhen, edhe studimet nuk janë, të themi, përfundimtare, sepse duhet kohë, duhen shumë dekada që të kemi studime të sakta shkencore, që ti kemi të vërtetuara shkencërisht. Unë nuk jam kundër trajtimeve, absolutisht fare. Por u them që ajo që ne në mban dhe fytyrën tonë në mban dhe trupin tonë në mban, janë ato zakonet e vogla të përditshmërisë. Që bëjnë diferencën çdo ditë.